Përcjell do thotë gjatë gjithë ditës ato emocionet, ato brohëritjet që i kanë pas edhe tifozët edhe në qytet edhe në brenda stadiumit, edhe për neve ka qenë e papranueshme, edhe do thoya turshme largimi i tifozit edhe i flamurit kombëtar, sepse ajo është një flamur kombëtar me cilin kanë ra shumë dëshmor të gjitha trojeve shqiptare. Pra kanë dhënë jetën për bashkimin e trojeve shqiptare. Edhe tash është në këtë farforme, me kësi lloj veprimi është një mos respekt ndaj tyre. Po e respekton kundërshtarin. Një shtet kriminal i cili ka kry qindra masakra në Kosovë, ka vrarë me 1400 fëmijë edhe nuk po e respekton një vlerë tonë kombëtare, për neve është e papranueshme, është e turshme. Okej. A keni me mbarë një hap në termen me komuniku ose me kërku sqarim nga Federata Shqiptare e Futbollit apo dhe nga Qeveria e Republikës së Shqipërisë për një aktiv? Nuk kemi informacione se është vendimi Federatës Shqiptare të Futbollit apo është vendim politik. Si do qoftë për neve është një veprim i papranueshëm, një vendim i papranueshëm, sepse është një mos respekt edhe ndaj atyre tifozëve të cilët me emocione kanë përcjell si gjithë shqiptaria këtë ndeshje, edhe me emocion i kanë këndu ushtrisë ligjëmtare të Kosovës, edhe me dal dikush aty me ta prish gjithat